Përshëndetje, miqtë mi, mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Kush është ky sekret që mban personi juaj zemrës dhe do ta zbuloni shumë shpejt? Pra shumë shpejt ju do të zbuloni një sekret që mban personi juaj zemrës. Çfarë sekreti mban personi juaj zemrës që do ta zbuloni së shpejti? Është i menduar dhe ju jeni mbretëresha e monedës për të, që keni dritën dhe monedën në dorë. Në jetën e tij ka probleme. Është me ulje ngritje, pra ka probleme financiare, probleme familjare, dhe është në pritje për diçka të mirë, për këtë pjesë bolloku që ka në biznesin e tij. Është një person shumë i sinqert, që ka një sinqeritet në shoqëri, në marrëdhënie që krijon, edhe në marrëdhënie sentimentale dhe me ju mban një sinqeritet. Ka në themelet e tij sinqeritetin. Do të mbylli një kapitull të vjetër të jetës së tij, të largojmë ato marrëdhënie jo të mira që ka pasur, vuajtjet, rishtimin, mërzitjet, mendimet negative, dhe të hypi sikarit për të treguar dhe për të ecur në një rrugë pozitive, me njerëz të rinj, me marrëdhënie të reja në shoqëri, në punë. Është pak egoist, po ka një ego pozitive. Është shumë i dashuruar me ju. Sekreti që ai mbart brenda vetes tij dhe ju do ta zbuloni shumë shpejt është dashuria e madhe, pasioni i madh që ka me ju dhe që nuk ua ka shprehur për shumë kohë, por do t'ja shpreh tani, sepse ai ka një dashuri dhe ju shikon si femrën e tij të fuqishme në infinit, që ka një energji të fortë si të një luani. Është i dashuruar me ju, ka një energji të fortë pozitive, ka një pasion dhe ju për atë, dhe t'ua shpreh shumë shpejt. Jeni të mbrojtur nga një ëndjë mbrojtës. Ky ka medituar, ka reflektuar me vetminë e tij, me botën e tij, dhe hypën këtij kali për të ardhur drejt teje, për të bërë një transformim të madh dhe për t'ju thënë sekretin e jetës së tij, për të ndryshuar statusin, për të bërë një fjesë, një martesë me ju, pra për të transformuar komplet jetën tuaj. Ky është sekreti i madh që ai mban brenda vetes tij dhe që do t'ua shpreh shumë shpejt. Me kë rezonon kjo histori? Me gërmën F, me gërmën N, me gërmën N, M, V, me gërmën Ñ, V, me gërmën Th, me gërmën Zh, R, H, F, me gërmën Y, me gërmën L, L, E, S, Gj, B dhe gërmën O. Kurse me shenjat e horoskopit mund të rezonoj me Demin, me Peshqit, me Shigjetarin, me Akrepin, me Britjapin, me Binjakët, me Gaforen, Ujorin dhe Luanin. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni një like, një thank you dhe një zemër të vogël poshtë videos.